Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë emision fokusuar te një prej ndeshjeve legjendare të ekipit kombëtar të Shqipërisë, si 17 dhjetorit vitit 1967, kur Shqipëria barazoi me Gjermaninë perëndimore të asaj kohe 0-0, duke e lënë ekipin nën kampion të botës jashtë finaleve të kampionatit evropian të futbollit. Është një nga 3-4 ndeshjet më monumentale të ekipit kombëtar shqiptar që prej krijimit të tij e deri më sot. Do doja nga një koment të fundit, zoti Bellova, sa ndikoi kjo ndeshje në atë vitet 1971 në Tiranë? E vërteta është që ndikoj shumë. Ishte thuajse njëjti ekip gjerman që mbërritin 71-shin. Fatkeqësisht ndikoj më tepër për opinionin publik. Futbolli ynë, me thënë drejtën, nuk përfitoi ndonjë gjë. Vazhdon pa ato masa drastike ndaj tij, pa jo mbyllje, pa i qëndrim ndaj ekipit kombëtar, një qëndrim që siç e tha Vasco dhe Xhani Mikeli, ishte i pa drejt. Nëse unë ju bëj një pyetje që doja bëj gjithë ftuarve për ta mbyllur, cili është ndeshja më e mirë e ekipit kombëtar që ju keni parë ndonjëherë? Kë do më rendisni? Tani unë për një kohë gjatë jam referuar bashkë kësaj ndeshje që ju me drejt e keni zgjedhur si nga më të mirat e futbollit ton. Por për të mos qenë nostalgjik, duhet pranuar që ka pasur edhe ndeshje tjera shumë të mira të klube, të përfaqësues, po edhe të ekipit përfaqësues. Pra ju zgjidhni këtë. Zoti Ragami? Po, unë thëmë për këtë. Me që keni qenë dhe vetë formacion. Pse e thëmë? Po. E thëmë me qëllimin e një përgatitje në ata situata, që e dijet më të qërësë, me atë përkushtim toni që kena sakrifiku shumë, me myllë një ndeshje me 10 vetë, e me justifiku besimin e 40 lojtarëve që ka servisu në trajnjeri për marrë i dirëgjëm, atë edhe lojë një shokve. Pra ne e bandë ma. Sa të është, thëmë, më lirësh me në kuptimin e saj, me marrë një përgjithësi me luj 60 minuta me dhanë maksimale, edhe më në rume të zmensu i tjetër. Atër nuk tjesë. Atër se këston të kjo. Zoti Vaso? Që unë do të thëmë një eveniment shumë të rëndësishëm, nuk e kam të nësë njerë, me që tani flasim lirëshëm. Tani në situatë pas. Mas ndeshjes 67-ës, janë 4 persona tani, Lini, Panajoti unë, dhe njeri nga udhëheqja e lartë e shtetit, bashkë me Adi Çarçani, na kanë thirrur pas ndeshjes me gjermanët. Po. Sepse masat që ishin marrë, dhe këta janë njerëzit që e dinë, këta do ta dëgjojnë. Takimi është bërë në Kavaliçencën ushtarake dhe na kanë pyetur, me qenë se ekipi i futbollit të Shqipërisë dha këto rezultate, çfarë duhet bëjmë ne? Na flisni kështu. Dhe ne i dhamë ato mendime që duheshin dhe. Dhe më pas, më vonë, ka filluar ai trajtimi i ri unik shtetëror. Më vonë, tash kohët nuk e mbaj mend. Dhe si pasojë e kësaj filluan dhe angazhimet e tjera të klubeve, që filluan pasaj të japin më shumë rit. Cila është ndeshja më e mirë e ekipit kombëtar që ju keni parë? Unë jam me profesorin në ç'kuptim. Do të jap dhe kuptimin. Po të marrin pikë referimi rezultatin. Rezultati ishte maksimal, jo pse ekipet tjera kanë fituar, por ky ishte një rezultat i jashtëzakonshëm me një ekip shumë të madh. Dhe që edhe një ndeshje decisive për këtë ekip. Dhe decisive po dhe nuk është përsëritur asnjëherë pika me gjermanët. Me gjermanët. Domethënë duhet të themi këtë që po mirë, dakord, është kështu është ashtu. Po mirë, ky futbolli ton tash jemi dhe ne të dëshiruar të kapim rezultat në barazim. Ose dhe në këtë kënd, pastaj si lojë. Po, si lojë. Si lojë tani fitore me belgët, ekipit ton, kombëtar. Ishte fitore dinjitoze, e pranueshme. Futbolli belg është futboll në pararojët. Dhe ata dolën të tretët në botë një vit më pas. Kështu që varet nga çka shikimi. Zoti Kumi, ju e keni ndjekur futbollin. Mendoj se ka qenë një gjenerat komplete më e mira. Cila është për ju ndeshja më e mirë që keni parë? Pikërisht kjo, sepse ishte grupi më i mirë që ka gjitë futbollin shqiptar. Njëjtën kohë reflektoi tashti që me futbollista që ishin përgatitur në Shqipëri. Po. Tani kemi futbollista që përgatiten jashtë, nuk kemi në kombëtare. Zoti Janku? Tash mendime gjithmonë kur vjen puna e krahasimeve, domthonë gjithmonë nuk janë janë disi të vështira. Unë them që në planin e nivelit të mjeshtrisë, mua më duket se ka ndeshje të tjera duke ardhur në çdo vit, kombëtarja jon tregon një nivel më të lartë. Ndërsa kjo ndeshje për cilën po flasim
mbetet e veçantë për rrethanat në të cilët u fitua, u luaj edhe u barazua, edhe për kundërshtarin, për forcën e kundërshtarit dhe për rëndësinë që kishte kjo ndeshje për kundërshtarin, që ishte përcaktuese decisive për të kualifikuar. Zotim Neri, si lash për në fund. Jo, me që flitet për nivelet tilla, unë do të thoje që ndeshja edhe duke nisur nga rezultatet shfitoren dhe Greqisë që vinte me titullin kampion Evropë. Në shtator 2004-s, që është gjithashtu një nga ndeshjet që unë kam përzgjedhur ndoshta më vonë për ta kujtuar, një nga 3-4 ndeshjet më të rëndësishme që ekipi kombëtar i Shqipërisë ka zhvilluar që për krijimit të tij në vitin 1936 ose që për ndeshjes së parë në 45-ën mos gaboj me Malin e Zi. Me Malin e Zi. Po, kishin diçka? Zoti Blendi, po. Unë duhet të shfrytëzoj rastin që pikërisht kësaj ndeshje dhe ndeshjeve tjera me gjermanët, takimeve sportive, unë kam kushtuar një libër të titulluar Sport e Mlisi. Kam kënaqësinë që në misionin tuaj ta përmend këtë dhe të dorëzoj ju një nga kopjet e para. Faleminderit, ju falenderoj. Edhe do ta shoh me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Pra është një libër prej Ismet Bellovës, komentatorit legjendar të sportit shqiptar, titulluar Sport dhe miqësi, kujtime nga takimet sportive shqiptaro-gjermane. Padyshim me asnjë ekip tjetër kombëtar e Shqipërisë nuk është përballur sa me ekipin e Republikës Federale Gjermane dhe më pas me atë të Gjermanisë, por dhe me radhë me një ekip tjetër ka pasur ndeshje më dramatike se ato ndaj Gjermanisë, të paktën sa kujtoj unë, duke e zhveshur nga ajo e vitit 67 dhe 71, por në gjithë takimet e tjeshme kanë qenë dramatike deri në momentin e fundit, ai 83-shin Saarbrücken, ai Hanoverit 4-3, por edhe ai i Spanjës, kur 3-2 në Spanjë dhe 2-1 me Zhegër. Me Zhegër. Leverkusen. Në Kaiserslautern. Pra, keni ndjekur këtë emision, i cili është fokusuar tek një e quajtur eveniment i rëndësishëm i ekipit kombëtar shqiptar, një nga 3-4 evenimentet më të rëndësishme që ai ka pasur gjatë gjithë karrierës, gjatë gjithë krijimit si ekip kombëtar që prej vitit 1936 apo ndeshjes parë zyrtare të vitit 1945 me Malin e Zi. Do rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe mirupafshim.